Kja ma i robë që t'ishte Rogeri dhe thoshte shko, vazhdoj debatin për këtë gjë. Ti ke thënë vërtetën, pa me. Pa ne i do gjithë para me mua. I do ma përmeni prapë si kam thënë unë o zot me qasysh e shef mirin moj. Pse ma the, pse ma the. Pse ashtu është, e mendoj. Kujto ti sa jo nuk mundet me e përdor kundra me të njëjtën gjë me ty, po s'ka fakte. Se unë nuk shikoj ty kështu. Ha, miri, ha. Ose talem, ose mundoj me të vun loj. Ajo loj e lezetshme. Ajo po e bën me mirë. Kujto ti si se kishte përdor Selin, kishte pas në gjë të vërtet mes me e te, me që kanë thënë se në fillim është shpreh, ka dalë klipi që unë e ti gjas me pëlqehemi, me shikime. Po faktet ku janë? S'ka mujt me e përdor ma, sepse ja kisha përdor unë, dhe ajo e di shumë mirë që kur t'ja përdor unë i fute ma shthell, sa i del më pa. Edhe i dha bezdit e para. Pra dhe ti e disa, pavarësisht qëndrimit të këtu në shtëpi, i ke pas ato debatet e tua këtu, situatat e tua. Ma gjënoj Brikena, a një orë si më trego mu gishtin. E kuptoj jo sa të nevojshme ka që ti ta besosh këtë gjë dhe ti pse thot ta nxjerr pa thot sa jo pas ka pas me u martu i herë, sa të nevojshme pas ka pas atë unë mashkull sa në jam jetën e e martu vet. me tani, kuptoj që për atë është një sukses shumë i madh. Unë këtu më Të shumë qashe se se sa, më publiku. shumë se sa ajo e shoh atë si një femër që jashtë pa një mashkull nuk bën dot. Ajo ka thënë tu se s'do martohet ndonjëherë. E ka thënë ka qenë një rast do bot, ku ka thënë më pëlqet martohem, s'do martohem Jo ndonjëherë. gjithmonë njeriu thot ato që realisht do. Ndonjëherë pra. thot edhe se shef si që se arrin dot. Më kishin rakrit energjit. S'bëhet fjallë o ti.